Gazetari dhe shkrimtari Marash Mirashi prezantoi në Lezhë romanin e tij më të fundit, të titulluar Vula. Kjo vepër që merr shtys nga përplasjet e dy grupimeve të njohura për të mbrojtur përkatësinë e një vule, është shndruar mjeshtërisht nga autori në një prallë moderne. Loja e imagjinatës sfidon kufit mes reales dhe të trilluarës, duke vendosur lexuesin përballë një universi ku realiteti dhe fantazia ndërthuren në mënyrë befasuese. Ky botim u prit me interes nga lexuesit dhe dashamirësit e letërsisë, të cilët vlerësuan stilin e veçantë të autorit, gjuhën sarkastike, groteskun dhe mënyrën si ai ndërthur filozofin me artin e rrëfimit. Ka sarkazm, ka humor, ka non-tekstet, edhe në përmes saj ai i dhen personazhin. E veçantë është në këtë libër semiotika, shenjat që sjellai, mënyrë loja që bën edhe me intermezzo që janë si të ndërkallura në tekst, për ta sjellur në vëmendje personazhin edhe me marrë linjën kryesore. Kjo është një aspekt stilistik i tij i dallueshëm dhe i pëlqyeshëm për lexuesin. Jo do thotë që lexuesit do të kenë në dorë një libër që lexohet me kënaqësi, gjatë një leximi ti mund të përftosh dhe buzëqeshje, po edhe mund të nënqeshish ndonjëherë me ato batuta, me atë dialog që bën autori. Unë kam 3 dekada gjysë që lexoj poezinë e Marash Mirashit dhe lexoj për te miqësisime me të, sikun se njek me po të njëjtin respekt e dashuri publicistikën e tij, e cila ka ecë pa ndal një kursi krejt përveçme nëpërmjet një hapësine të blerë të plotjet prej fiks 3 dekadash. Po prej një viti e këmej, kur ai pati sjell në shtëpinë tonë botuese romanin e tij Brirët, jam një për një çast në Pezullin që shkakton një papritur e fort e gëzueshme. Poeti dhe publicisti prej një vendi të dallueshëm ku tashmë gjenden një hierarkinë e poezisë moderne dhe të letrave shqipe, bashkohore, përmes 2 zhanrave të sipërpërmendur na surprizon së fundi me satiren e tij. Alegoria, ironia therse, zua poetike dhe ndërtimi eksperimental e bën romanin e manifest kundër konformizmit dhe hipokrizisë politike. Lexuesi në fund mbetet me pyetjen se sintetizon të gjithë veprën. Në fakt edhe vetë opinioni publik më të kohës janë këtë, po themi kryqëzim. Në Republikën e Absurdisë, kush e ka vulën? Dhe më rëndësishmja, a ka me ndonjë rëndësi se kush e ka këtë vulë? Pra s'kishte marrë si pikë rëndësi. Në libër, siç u përmend me drejtë, është ndërthurur gazetari, shkrimtari dhe poeti. Në strukturën e tij fillimisht ai duket sikur është një kronik me hyrjet në fillim të çdo paragrafi që shpjegon në një farë mënyrë çfarë do shpjellohet më tej, dhe më pas shkrimtari hyn në lojë me një gjuhë jashtëzakonisht të pasur, me lojën që bën ai me fjalën dhe me personazhet vet. Poeti pa diskutim hyn në lojë me figuracionin tepër të veçantë, vërtet original, të pandeshur edhe më herët. Tipizimi i karaktereve, përshkrimi i situatave dhe rrëfimi i ngjarjeve me një gjuhë të pasur dhe një figuracion tepër original, duke nisur qysh në krahasimet, metaforat, antitezat dhe kontrastet e goditura, ironia dhe deri te grotesku. Dua të turoj sepse vërtet më ka lënë brisa shumë dhe na rikthen po prapë të gjejmë atë kohën e humbur apo atë kohën që ne nuk mundemi ta gjejmë dot për të kthyer leximit. Dhe pse her pas here do na duhet shumë që ne të rikthehemi. Ashtu si tek romani Brirët, edhe ngjarjet që zhvillohen në romanin Vula janë pikërisht në Republikën e Babzilandit, pavarësisht se tek Vula zhvendosen në një skenë tjetër, në skenën e absurdit politik. Kjo mendoj unë që është pikërisht themeli dhe mesazhi kryesor i këtij romani. Autori i këtij botimi Marash Mirashi theksoi se romani Vula është një reflektim mbi absurditetin e përditshëm, i cili shpesh maskohet në normalitet. Kur politika rend pas simboleve, qytetarët bëhen spektator të një teatri të çmendur. Romani Vula është një grotesk ndaj shoqërisë shqiptare, ndaj politikës shqiptare. Është një mënyrë për të dhënë tek lexuesit një prallë moderne. Pasi po ta shohim me vëmendje, gjithçka që ka ndodhur për Vulën është më fiction se sa vetë letërsia. Dhe ndoshta duke realizuar këtë libër, unë sjell për lexuesin në jo thjesht një ngjarje, nuk sjell një kronologji se çfarë ka ndodhur me Vulën, pasi ajo nuk më intereson, por e kam marrë Vulën thjesht për ta përdorur për interesat e mia letrare, për të realizuar një prallë moderne që njerëzit të kënaqen, të krijojnë kënaqësi estetike duke lexuar këtë libër, i cili mendoj se nga ato që u thanë, është një libër që ndoshta do të ketë lexuesit vet. Dhe në
duhet të them se në këtë situatë ku ndodhet si thua sot politika shqiptare, unë si autor them se shumë shkrimtarë ndoshta do të kthejnë syt nga realiteti shqiptar, pasi ky realitet është i mbarësur me ngjarje nga më të çuditshme, të cilat edhe pa i shkruar, edhe pa i hedhur në letër si libër, tingëllojnë libra në vete. Ky botim i gazetarit dhe shkrimtarit Marash Mirashi vjen pas suksesit të romanit Brirët, që tërhoqi vëmendjen e lexuesve dhe u vlerësua me çmimin letrar Ad Gjergj Fishta në vitin 2024.